hadithin e vërtet që e tregon Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, Zoti i qoftë i kënaqur me të, tek Imam Buhariu dhe Muslimi, profeti alayhi salatu wasalam thot: kullu ummeti muafa illa al-mujahirun. I gjithë ummeti im do të fitoj faljen edhe amnistinë e Allahut xhaleshanu, përveç atyre që janë mujahirun. Kush janë mujahirun? Pra të gjithë do t'i përfshijmë mëshira e Allahut xhaleshanu, edhe ai që ka shumë gabime, edhe ai që ka pak gabime. Të gjithë do t'i përfshijmë mëshira e Allahut xhaleshanu, përveç një kategorie njerëzit që quhen mujahirun në gjuhën arabe. I kanë thënë: o i dërguari i Allahut, kush janë këto mujahirun? I thot profeti alayhi salatu wasalam: janë ata të cilët e bëjnë një të keqe, Zoti ja mbuloi natën, dhe ata gdhihen të nesërmen dhe shkojnë dhe mburren e shfaqin të keqen dhe bëhen sprov për njerëzit. Pra nëse ke bërë diçka, një pislik, Zoti na ruaj. Po mos e shfaq atë nëse ta ka mbulu Allahu xhaleshanu. Mundohu ti kthehesh Zotit dhe ti kërkosh falje Allahu xhaleshanu, po jo të shkosh edhe të mburresh me të keqen tënde, sepse nuk ka vend besimtari në shpirt edhe në zemër ai që e beson Allahun edhe të mburret me të keqen. Çfarë do me tregu me të keqen? Do me ju bë sprov tjerëve, me që ti e bëre të keqen ta bëjnë edhe tjerët, apo do me i tregu tjerëve që kjo që bën ti nuk është rruga, rruga e profetëve nuk është rruga, rruga e njerëzve të mirë nuk është rruga, por rruga është rruga e të keqes? Vallahi, kjo është përgjegjësi e madhe dhe duhet kemi frikë Allahun xhaleshanu.